Në lidhje me namazin, ku thirrën këto hoxhallah, ta e përdorin një ajet inne salate, nuk është salate, është inne salwa kanet alel mu'minine, nuk po thot alel muslimin. Vërtet salati, salwa, lidhja, angazhimi, kanet, është folje e gjinisë femrore, kanet ka qenë alel mu'minine, për besimtarët, ato që e kanë rri kulminacionin e besimit janë plot. Këta musat jo pak. Këta musat jo pak. Këta musat jo pak. Këta musat jo pak. Të e lexojnë kitaben, po nuk është kitaben, nuk ka e lif me lexuar nga njëjës. Për ty, leke kjo është para fjalë dhe për emër vetor, dhe leke është kutub, nuk është kitab, të ja ka shtu një lif. Dhe me thonë, Kurani, Kur ja kanë shtu këto, çfarë kuptimi ka marrë kjo? në njëjës, Po në njëjës, po për këtë na shqip. po liber. Po liber. Atë Zoti po thotë dha lek, që për ty librat. Në Kuran janë librat, kitabat. Është kutuben mahkuta, vak. Prandaj në lidhjet tona, në angazhimet tona të përditshme, ne jemi të lidh me vak. Po, kjo është kohë, periudhë. Apo, nuk është të kërtesioni, të agjerimi. Keni qartë ajo. A kemi një frazë në Kur'an, ku Zoti ka dhonë leje, dikush me shkrujt Kur'anit, se salati, namazi është kutibe alejkumu salwa. Kutibe alejkumu salat. S'ka. Pse ka për agjerimin e s'ka për salat? Pse s'ka namaz? Por jam prej shqiptarëve që ju këmë thonë namazi është triku më i madh i shejtanit. Lënia namazit, një namaz mund të shpije besimtarin kufër. Më ju mashtru dhe më va marrë mend dhe më va kriju panikën dhe frigën juve, se cilit për ju. Vazhdojmë në ndonjë vakt tjetër në lidhje me namazin. Ta shihni se lajmi i Kuranit është i vërtet kur imami i shqiptarëve ka folur në lidhje me këtë temë.